Live from Tirana. Në Top Albania Radio. Tim të drejt për drejt në valë Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital në TAR TV. Unë jam Ronaldo Sharka dhe ju po dëgjoni programin tuaj të preferuar të paraditeve dhe me ne. Sot në studio është Arja Duka, influencer. Mirë po ndjesh? Mirë shumë. Me ty dhe mos ndihem mirë? Faleminderit shumë. Vazhdojmë flasim pak për dashurinë. Ti ke qenë ndonjëherë dashuruar fort. Ajo dashuria që e kemi të gjithë në një histori që kur dëgjojmë atë playlistën tonë një këngë caktuar fillojmë prekemi kështu. E ke kaluar ti atë? E ke përjetuar? Unë mendoj që dashurinë e vërtet se kam kaluar akoma. Ato të madhen fare. Mendoj që tani e kam moshën. Okej. Po një histori dashurie të fortë ke kaluar? Po, patjetër. Mos më tregoj që se un kam qejf këto histori dashurisë. 3 vite lidhje. Sa vjeç ishe kjo çune? Moshatar. Me çfarë merre? Sigurisht kemi qenë më të vegjël, por me çfarë merre kë? Me biznes. Gjithë me biznes merren këto. Ke vëra? E kishte të babit në fakt. Okay. Menaxhonte. Okay. Përse u ndat? Po sepse sigurisht ishim dhe më të vegjël, nuk ja dinin domethënë tamam lidhjes, po edhe u bë toksike. Ishte ai më shumë toksike, më mirë të ndash, ai. Po ti je ndo pak toksike? Jo, po. Do na lësh beqare me Ronaldo. Po s'ka problem tash e gjithë ashtu po përfundoj se beqare, po lezoj një artikull që nëse jam shumë e dashuruar, po kur s'kam shumë interes. Deri ku shkon niveli jot i toxic love-ut? Jo, nuk jam aq nivel të lartë. Po deri ku shkon? Ma përshkruaj ti. Me detektive ndoshta? Po s'ka ke fare lart. Jo, për shaka. Thjesht ndonjëherë i lej gjërat kështu që të ecin, të rrjedhin vet. Është më mirë. Tani, i lë të rrjedhin vetë, je toksike dhe përndjekse. Ke përndjekur ndonjëherë në një mashkull? Jo. Që dëshoje që të tradhonte? Jo, sepse unë nuk kam intuit të kap direkt. Nuk ke nevojë të përndjekësh? Jo. Të kanë tradhtuar? Tani. Me që ke intuit? Ndjenin time jo. Po, intuit pra. Dorën zjarr se vepër njëri. Ti ke tradhtuar ndonjëherë? Po. Vërtet e kemi? Po, vërtet. Një sekond tash. T'hapim letrat. Ishe e lidhur ti? Tradhton. Prit, bëhet fjalë, domethënë kur po ndaheshim, nuk po bëhet fjalë kur ishim. Ishe në proces ndarje. Po. Okej. Ishte gjatë tekst. Çfarë ndodhi? Si ndodhi tradhtia? Shikoj, jam pa plan fare, thjesht ndodhi. Mua gjërat më ndodhin Ronaldo, nuk kam çfarë bëj. Kështu jam. Okej. Mendoj më duan njerëz. Jam kjo që të çunin që tradhtove? Ku e njoha? Po, apo e njeh përpara? Histori tjetër. S'do ti futem detaje. Po ne këto detajet detajet të bëjnë këtë program të suksesshëm. E di? Këtë çunin. Këtë çunin. E njohje, ishte njohje random, rastësore, e njihe më përpara, si ndodhi pra u njohë në klub, kishte pirë, ishte rastësore. Ku e njohje? Në klub. Në klub, kishte dalë në klub, ti se ishe mërzitur. Pak efektin e vet, po, gjithmonë alkooli. Ti tani kishe dalë në klub se ishe mërzitur që po ndahesh apo jo, patjetër. Po çaj besoj. Në klub. Si shef, po çaj akoma pra. Dhe njohë këtë çunin. Dhe si u bëre bashkë me këtë? Si ndodhi pra kontakti, se jam kurioz. Po më ngacmova, në kapin ata bashkë jetë. Okej. Dhe ja kalova mirë. Po sigurisht. Po. Duket. U pendove më pas? Jo. Nuk pendoj asnjëherë për gjërat që bëj. Sepse jam shpirt i lirë. Unë kështu jam. Pastaj anço, se do jenë në një marrëdhënie serioze, siç po kërkoj tani, për shkak që jam 25 vjeç. Nuk do të rrestoja. Jo, absolutisht. Sepse i kam bërë eksperiencat e mia, kam bërë çka kam bërë, tani dua diçka stabil. Ajo ka qenë gjë thua, momenti, moshe, po ndahesh, mërzitja bën të vetën. Dhe të gjithë e bëjnë, thjesht e pranojnë. Trasojnë thua shumica? Padyshim. Edhe çuna dhe goca. Po. Çfarë s'po ndajmë veshët? Vërtet, për shembull, çfarë të kanë dëgjuar veshët ty këto kohë? Çfarë s'po më dëgjojnë thua që duhet të shtrohemi mirë. Njëherë se kemi minuta. Kemi minuta, shtrojme. Çfarë të kanë dëgjuar veshët ty këto kohë? Po tani janë të martuar edhe trastojnë. Vërtet, Po. Si trastojnë? Po trastojnë, domethënë tani. Ngacmojnë goca të reja. Ngacmojnë është okay, se quhet flirtim. Po. Shkojmë me goca të reja dhe gruan e lën tek shtëpia. Po, të mbaj fëmijë. Zakonisht si kanë gratë këto?
Si e mendojnë që i kanë gratë këta? Ato që njoh. Ato që njeh. Shikoj, mendoj që është qenia maskullore vetë nuk ka lidhje. Sepse Jo, unë do të kuptoj këtë, pra, a ka një grua që ja vara, gruaja nuk kujdeset më? Cila është arsyeja këtij? Pse Okej, mund të ketë dhe gratë të tilla se s'dua të gjykoj se pastaj thash fillojnë këto komentet edhe. Po ne nuk jetojmë për komente, ti e di. Absolutisht, ne jemi këto që jemi. Por mendoj, kam dëgjuar që edhe gratë ka pasur shumë të bukura. Okej. Edhe prap e kam bërë. Është e njëjta gjë, po. Sepse nuk mendoj që nuk mendoj që ka të bëjë me gratë. Çfarë grave. I përkushtohen shumë të burra këtyre gocave të reja, pra bëhen kështu si kotele? Po. Bëhen, ëh? Se çka kam dëgjuar që bëhen marrosen fare. Po. Kem fakte. Vërtet? Po. Na tregon një fakt. Ta hap telefonin? Jo, prit, akoma. Ke fakte të rënda? Jo. Në fakt nuk do problem, po thjesht jo, pa kaluar në emra se nuk do diskreditojmë familjen sot, se është bajram. Se bëjmë të shaka, se do të më sqaroj tani, po. Kuptohet. Po. Qartë, interesante shumë. Ndo vërdall që goca beqare mund të dashurohen me burra të martuar? Ndos, po shumë rrallë. Shumë rrallë. Sepse janë gjëra të ditura, ai është i martuar, s'ka se dashurohet. Po burrat e martuar me goca beqare mund të dashurohen? Jo, nuk e mendoj. A mëse ndodh thashë? Gjëra që ndodhen janë. Unë mendoj që është një marrëdhënie shumë e qartë midis njëri tjetrit. Marrëdhënie kontraktuale, po. Kontratë, puna. I kanë gjëra të qarta edhe punojnë pastaj. Dhe nuk janë ndjenjat në mes. Kam dëgjuar që edhe kanë ndjenja në mes. Paktën këtë e thonë edhe studimet, edhe sociologët, edhe psikologët. Ka thua? Besoj po. Zemra e njeriu të s'të karajnë dhe për risk. Ose se ke kuptuar. Ose ndoshta. Se mund të ketë pala tjetër. Po, i kam parë si shok. Të burrat e martuar. Po. Janë të martuar. Sigurisht, nuk ka kem diçka jo. Se është koha e humbur. Po, unë merr beqar. Gjithmonë. Dëgjoj. Zemra jote tani si është? Në kërkim të dashurisë. Pra je beqare. Beqare, po. Kur ka qenë dejti jot i fundit? Dejti i fundit? Date? Date, pra, që del për një date, tamam. Thua, po dalë ta njoh këtë tipin. Para një viti. Para një viti, ja? Po pse kaq larg? Nuk e di, këto mishkut sot të japin më shumë stres se sa. Pse? Më duket sikur s'bën asnjëri. Vërtet e ke? Po çka ka? Ose duhet vinë ai një që të më ndryshoj mendjen. S'te ka ndryshuar askush mendjen tani? Deri tani jo. Pra ti ke dalë në këtë përfundim dhe nuk del më në date? Nuk e harxoj kohën kot. Vetëm nëse më mbushet mendja dhe them, okay, ky ja vjen. Pra deri tani nuk do të mbushoj mendja. Tani më duhet këtë harxim kohë. Po. Ky date i para një viti funksionoi? Pak muaj. Pak muaj. Do gjej një të huaj. Të huaj? Më mirë. Nga veriorët të këtë huajt? Pa. Qartë. Mirë, interesante shumë. Shkojmë edhe një herë në një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shpejt në program.